Rritja e çmimit të naftës pritet të ndikojë negativisht tek taksistët, por dhe tek transporti interurban me autobus. Megjithatë, çmimi i biletave dhe tarifa e shërbimit për taksit nuk pritet të ndryshojnë apo të pësojnë rritje të menjëhershme. Sipas taksistëve, rritja e vazhdueshme e çmimit të karburantit po i çon ata drejt vështirësive të mëdha ekonomike. Madje disa prej tyre thonë se rrezikojnë falimentimin. Ata shprehen se taksimetrat nuk janë përshtatur ende me çmimin e ri të naftës dhe vazhdojnë të funksionojnë me vlerat e vjetra, gjë që ndikon drejt për drejt në të ardhurat e tyre. Sipas taksistëve, situata mbetet e vështirë dhe problematike, ndërsa presin reagimin e institucioneve shtetërore për të gjetur një zgjidhje që do të mundësojë vazhdimin e punës në këtë shërbim. Shumë prej taksistëve punojnë në këtë profesion prej gati 20 vitesh dhe shprehen se gjatë kësaj kohe janë përballur me problematika të shumta. Ore, punë nuk ka. Nafta është ngritur. E shikoni njerëzit kanë hipur. E ndjen shumë. Rritja e çmimit të naftës ju ka penalizuar? Po, shumë fare. Shumë. Do shikojnë në rritjen e çmimit të biletave si? Një lloj janë, s'vin, nuk i njerëzit. Jeni detyruar që edhe pse ka rritje e çmimit të naftës të rrinë me të njëjtat çmime? Po, me të njëjtat çmime. Na ka penalizuar shumë. Çfarë do të bëni tani që rrit nafta? Do të arrisni çmimin ju si taksimet? Da mbyllim fare. Jemi drejt mbylljes. Sa ju ka penalizuar? Ja, si e gjykon ditë, ti ke makinë vetë. Çfarë? Çfarë do më thon për ju? Çfarë do të më me mua? Ne kemi bërë peticion e shtetit, që kur u ngrit me Ukrainën, që kur u ngrit me virusin, që kur u ngrit sot, neve për shembull 5 apo 4 që kemi na 30 vjet e kemi regjistruar taksimetrin kur ka qenë nafta me 1300. Këtu në 2002-2003. Edhe sot ai taksimetri që pa kualituar në shteti, vetëm me atë çmim vazhdon. Dhe pavarësisht nafta është 2000, ne me prapë me. Kush duhet ta kolaudoj taksimetrin? Se s'na i ka njënë peticionin që më nisur Tiranës. Tiranës është njohur, filloi taksimetri me 3, filloi me 3 na puna, jo me pasi bëjmë 2 kilometra atë. Këtu u bardha ajo çmimi naftës. Rritja e çmimit ju penalizon, ju çon drejt falimentimit. Po si. Ja gjithë kanë ikur në ulli, kanë ikur në Basha. Ma shpjegoj pak punën e taksimetrit këtu. Taksimetri në 2200 kam dal taksi. Këtu e 24 vjet. Ka qenë nafta me 1200-1300. Është kualituar taksimetri. Dhe fillon me për 3 km, për 2 kilometra fillon me 3500-3000. Dhe sot që është nafta me 2000, ne prapë me njëtin ashtu taksimetr kemi. Urdo, ja kjo është humja jo. Shteti na ka dalë këto ditë në qarkullim, na thot vur taksimetrin. Gjoba është 250.000 lekë. Nuk ka me liç drejt policia qarkullimit të vëri gjobën 250.000 lekë. Vetëm i tax force. Kjo është me defekt dhe nëse kam abuzuar unë te prishja e saj. Naftës sa ju penalizon? Po ndikon shumë te neve ndikon shumë çmimi i shtrenjtë i karburantit. Ndikon se ne kemi me taksimetr dhe në bazë taksimetrit nuk ngrihet çmimi me fjalë. Nis gjithmonë fillimi me 3000 dhe kur është me 1700 dhe me 2000 sa ta ngrën neve na penalizon. Ju nuk e rrisni dot çmimin? Po se rrisim dot, se ne kemi taksimetrin të kualituar që fillon me 3000 lekë dhe vazhdon me 100 lekë kilometri. Si e bëni ai? Si ja bëni me rritjen e çmimit naftës? Ja, taksat janë ngritur. Në 120 që paguam sigurime shoqërore ka maci dhe 50. Çfarë do bëjmë? Me zia dalim. Sa punoni me taksi? Unë kam 20 vjet që punoj taksi. Unë taksimetrin që kur është kolauduar në çfarë viti për herë fundit? Po kualitimin tani beari që kaloi e bëra. Po prapë alën me çmimin që ishte atëherë. Me çmimin që ishte atëherë. Ashtu e kemi. Ngrihet nafta, taksimetri është në vend. Aq regjistron 3000. Çmimi kur për pasagerët. Po s'kam se si ta rris. Nuk kam si ta rris. Po se ngriti shteti. Si ja dalim dot, me zi ja dalim. Mujt e dimrit janë cop. As punojmë as bëj. Merohemi. Taksistët thonë se rritja e çmimit të naftës po e bën gjithnjë më të vështirë mbulimin e shpenzimeve ditore, ndërsa të ardhurat mbeten të njëjta për shkak të tarifave të pandryshuara.